është i antar kryesie, i cili është i kooptuar në kryesi, i cili në asnjë kryesie s'ka shtruar asnjë nga këto probleme, pra ndjek i cili ka një zonë në kombinat i ngarkuar për analizë dhe për të gjitha, dhe këto ai do të ketë agjendë personale, ta vazhdoj gjërë në fund. Se çfarë ishte salla, atë di unë i përgëzoj strukturat e Durrësit që nuk u mashtruan nga një takim me agjendë strikt private. Mirëmbrëma Daniela Maloku, mirëmbrëma Gentian Gaba. Mirëmbrëma. E ndoqët zotin Berisha, agjendë private kishit takimin në Durrës? Unë kam vetëm agjendë publike, agjendat private janë jo publike minimalisht, apo. Por që vetëm agjendë private që kam unë apo personale është që të largoj qeverinë dhe të bëj çdo përpjekje për të larguar qeverinë për shkak se Edi Rama ka kthyer thuajse private çështjen me mua, duke më burgosur pa ligj edhe pa respektuar as kushtetut, as norm, duke deklaruar publikisht dënimin, kështu që në këtë kuptim vetëm agjendë personale që mund të kem unë, por kjo në kuadrin politik është që të kemi interes që Edi Rama të largohet një orë më parë. Dhe ky interes besoj që duhet të jetë tek të gjithë demokratët dhe të gjithë opozitarët. Pra ky është i vetmi qëllim. Po themi personal apo privat. Ndërkohë që takimi ka qenë publik, ka qenë me gjithë strukturat e Partisë Demokratike Durrës, të gjithë strukturat e Partisë Demokratike Durrës të votuara. Kryetari i foltores, kryetari i partisë tanishëm po e quaj foltores për të treguar tek demokratët zhgënjimin e madh që kanë përjetuar dhe përjetojnë demokratët për shkak të braktisjes, për shkak të neglizhencës, për shkak të mosjedhjes syve tek ta, për shkak të mosmarrjes mendimit, për shkak të mosdëgjimit vendimarrjeve tyre kur është bërë dhe kur janë bërë votimet. Ka qenë kryetari i grupit këshilltarëve të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak, ka qenë sekretari i Degës, ka qenë sekretari organizativ i Degës, që për shumë njerëz që nuk e njohin Partinë Demokratike, mund të thonë çfarë janë, po themi në koncept organizativ. Se nuk e kishim gjithë sinkronin, tha që kishte edhe njerëz që kanë punuar për PS-n. 10% i vetmi njeri që punon që mund të ketë në një afiliacion me Partinë Socialiste është kryetari i komanduar i Partisë Demokratike Durrës, që bën biznes me Vëngjur Dakon. Edhe të dalin ta përgjigjëstrojë. I vetmi njeri, me qenë se tonë në publik po merrem. Po ku diu beton sheta i tani, do t'i merrem unë me këto ç'a bën, i komanduar. I vetmi njeri që nuk ishte në takim ishte njeri i komanduar. Vetëm rrogtarët zotri nuk kanë ardhur aty. Kush merr rrog që duhet përfaqësoj Partinë Demokratike të Shqipërisë dhe përfaqëson edhe mua, edhe ata mira që ishin atje, nuk ka qenë. Çdo demokrat, pjesa më e rëndësishme e strukturës së Partisë Demokratike ka qenë aty. Ky që është i komanduar nuk ndjen përgjegjësi, se s'ndjen përgjegjësinë e votës të rritë merret me njerëzit. Dhe ajo që është e rëndësishme, më e rëndësishme, është që përderisa zëri i tyre nuk dëgjohet, ai është një takim që duhet të shkumbojnë gjithë Shqipërinë. Dhe kërkesat që kanë ata, shqetësimet që kanë ata, duhet të dëgjojnë gjithë. Pa diskutim, ky është mendimi i doktorit, është në drejtën e vet të shpreh çfarë do lloj mendimi që mendon, ai është kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ata janë antar, simpatizant. Po ti antar kryesie, nuk i ngrë këto në... Se zoti Berisha tha do nuk i ka ngritur në kryesi. Se këto janë rekorde publike. Jeshtë Daniela këtu, se ka qenë aty në mbledhjen e parë të kryesisë. Po të marrë me radhë. Mbledhja e parë e kryesisë, pasi kanë dalë nga burgu, ka qenë mbledhja për një ditë para konstituimit të kuvendit. Kam thënë mbledhjet e kryesisë. Ka kërkuar protesta. Kam kërkuar që me qenë se Partia Demokratike ka qëndrim zyrtar që zgjedhjet janë vjedhur, o mbani marrëdhënie të kurzuar me parlamentin, pa është domosdoshme që populli që është vjedhur të dalë dhe të protestojë për zgjedhjet e vjedhura, apo jo? Se duke qenë se ka një dakordsi që zgjedhjet janë vjedhur, populli është i shqetësuar që janë vjedhur zgjedhjet dhe duhet dalë aty. Minimalisht duhet dalin demokratët. Kam dalë, kam thënë në publik këtë, prandaj po i them që ka qenë edhe Daniela aty. Përse more këtë vendim që mos ta vazhdosh do mbetejën tënde brenda forumeve? Sepse po kushta që kam ndaluar brenda forumeve. Unë kam bërë biseda dhe diskutime të gjata për këtë situatë. Partia Demokratike duhet të reagonte me shpejtësi.
për situatën në të cilën ndodhet. Për çfarë duhet të reagon? Ja, po reagon, po bën çdo të hënë foltore para kryeministrisë. Ja, po ja u them çka ka. Ishi dhe ju sot aty. Doni t'ja u them sepse dhe vitë kjo. Po, isha sot, sepse unë mendoj që duhet të jem aty ku ka një protestë apo një reagim kundër qeverisë, pavarësisht se nuk jam për këtë muzikën. Po, nuk jam, me muzikë nuk largohet Rama. Rama nuk është gjint dhe i vendos një lloj kështu, dhe luaj me nuska, se që bëjnë se gjera një. Ja për shkop bejsbolli aty? Nuk është gjint, po për reagim të fort, patjetër. Qartë. Reagim të fort atë. Ç'është ky diskutim kështu? Tani vim pak pse unë tani. Do thonë pse tani. Po. Por ka ndodhur disa zhvillime. Zgjedhje pjesshme që unë prap kam reaguar në publik një ditë pas zgjedhjeve të pjesshme në 5 bashki. Në Vlorë Partia Demokratike e Shqipërisë ka marrë rreth 2500 vota. Kandidati tjetër të ripavarur ka marrë 2000 vota. Në Cerrik Partia Demokratike ka marrë 1700 vota, u rrit Partia Shqipëria Bëhet, u rrit thuajse me 8% krahasim me zgjedhjet e 11 majit. Partia Demokratike ka marrë në Berat thuajse 2600 vota. Po ti marrësh gjithë votat pavarësisht se kandidatët aty të mbështetur nga opozita kanë bërë betejë. Kanë bërë betejë me të vetëm të 5 kandidatët që u futën në garë, kanë bërë betejë të plot, duke vendosur gjithë kapacitetin e vetë në dispozicion. Edi Rama në Vlorë ka marrë 15.000 vota në këto zgjedhje, që do të thotë që e kanë braktisur elektorate. A kemi një problem që nuk ka dalë elektorati opozitar aty? Unë besoj që kemi. Vim të tjetra, po, ne kemi lajmëruar protestë, që tani quhet foltore parlamentare qytetare. Pse më nuk më shqetëson mua si demokrat, duhet mua funksionet kur unë shoh që ne kemi pak njerëz aty, ne na mungon një bulevard me njerëz. Sa herë Partia Demokratike në çdo rast, edhe kur kemi qenë të përçarë me njëri tjetrin, kur ka lajmëruar protest, bulevardi ka qenë plot. Ne na mungon një bulevard me njerëz o zotre. Nuk do shqetësohem unë për këto? Vim të tjerat kam diskutuar në mbledhjet kryesisë e fundit, kur është diskutuar për analizën, dhe kam thënë, cila është metodologjia, si do të bëhet analiza, po nëse analizën nxjerr që janë këta përgjigje, se paralelisht me këtë që është analizë, ka lënë jo gjuhët i shtrigash ta zoti Berisha. E kupton? Po jo, nuk kam bërë gjuhët i shtrigash, e di cila është gjuhët i shtrigave. Gjuhët i shtrigash është të i leshëm mikrofonin kujdo dhe të flas për cilin do. Është bërë kjo, ke parti që unë, apo të gjithë ne që mendojmë kështu të jemi marrë me në një emër, ne jemi marrë me parime. Dhe themi, unë mendoj, me qenë se unë jam këtu, po ka shumë njerëz që mendojnë kështu, që Partia Socialiste dhe Edi Rama nuk munden nëse ne nuk përmirësohemi dot. Dhe unë besoj që Edi Rama mundet, se është mundur në 7 bashki. Pse kanë fituar 7 bashki? Ta bëjmë të analizën e fitores ne? Se bëjmë analizën e humbjes. Po pse se nisim nga analiza e fitoreve? 7 bashki që janë fituar, pse janë fituar? Hajde marrim si model dhe ndërtojmë në çdo insti tjetër. Ta bëjmë analizën për mua. Sepse njerëzit kanë bërë betejë reale, sepse janë njerëz që nuk kanë konsum nga e kaluara, janë njerëz me lidhje të forta me zonën, janë njerëz që nuk kanë pasur konflikte aty, dhe shikoje pak pse kemi humbë tek tjerat. Sepse njerëzit ti problemin e shikon tek kandidatët, tek listat e kandidatëve dhe tek drejtuesit e qarqeve. Tek parimi, më nuk është vetëm aty, se po që aty e çoj tek emrat. Është parimi. U vendosën që deputetët do zgjidhen me primare. Pavarësisht se çfarë kam menduar unë. Tani, ai që fitoi primare të Dibër nuk u fut fare në listë. Ai që fitoi primare të Kukës nuk u fut fare. Ai që fitoi primare në Elbasani pari, po flasim për të parë, deri më të tjerë, nuk u fut. Ajo zonja që fitoi në Fier nuk u fut. Ai zotëria që doli në Tiranë, Hyseni nuk u fut. Tani, primaret ne nuk i kemi që të identifikojmë kush ka më shumë vota që t'i heqim, apo jo. Primaret janë kush ka më shumë vota të promovohet. Na duhet të kemi disa parime të përcaktuara mirë për meritokracinë, si promovohet dhe si avancohet karriera në Partinë Demokratike. Duke qenë se këto nuk mund të thosha, dhe po ja u them këtë se është edhe kjo publike. Është pritur raporti OSBE-Odirit për të mos zhvendosur vëmendjen nga, po themi, denoncimi i farsës zgjedhore. Dhe unë kam pritur këtë vendimarrje dhe kam pritur që pas kësaj të kemi reflektim. Para se t'ja fjalën kolegëve, po ju them edhe dy element. Nuk ka njeri sot
në Partinë Demokratike, po edhe në Shqipëri. Besoj, se është diskutuar në çdo studio dhe panel, që nuk e shikon që Partia Demokratike, mbas këtyre takimeve të mia, dhe tonave, është zgjuar nga gjumi. Është zgjuar. Po bën takime, po edhe në foto me njerëz, po takoj njerëz 7 muaj mbas zgjedhjeve mos takosh njerëzit që të kanë votuar? Apo ndodh kjo? A doli në datë 2 udhëzimi për përcaktimin e metodologjisë së analizës zgjedhjeve? Pra kjo e ka avancuar. U takuan njerëzit, kanë filluar po takohen në parti njerëzit që kanë marrë më shumë vota në listat e hapura? Dhe t'ja u konfirmojnë edhe gazetarët që e mbulojnë, me qenë se kemi Danielin këtu, a ka një rigjallërim edhe takime në punë tani apo jo? Pra do ishte provokuat një lloj Kjo e rigjalli partinë. Pra para se të vete po. Po themi këto takime duhet të avancojnë më tej te riportëritja, po qëllimi për t'i dhënë, po themi, një shok Partisë Demokratike në kuptimin plotësisht mirë. Goditje. Për një goditje për ta sjellë në jetë, për ta gjallëruar. Elektroshok. Qëndrimi që këto janë private, është qëndrim që... Një pyetje të fundit nga unë, para se ta kaloj të fjalën te kolegët, bëjnë pyetjet e tyre dhe të mendimet e tyre. Nga dalja e parë në foltore, qa ka ndodhur që nuk e di publiku? Qa reagimi ke pasur nga Berisha dhe nga drejtuesit e tjerë? Kanë dashur të komunikojnë? Qëndrimet politike jeni kontaktuar? I kam publike. Unë ju them një gjë me bindje. Në gjithë karrierën time politike, unë jam bashkuar në publik, se unë, po themi, aktivizëm në politik kam pasur që në gjimnas, por në gjithë jetën time publike politike, jam bashkuar në opozit Partisë Demokratike, unë kam marrë kohë dhe kam bërë sakrifica për shkak se unë i mbaj njerëzit. Një demokrat tjetë i shqetësuar, i mënjanuar, dhe që më kërkon ndihmë do jetë, jo kur janë qindra dhe mira. Kështu që unë nuk të riqem, personalisht për flasu, për ekipin se cili besoj që ka qëndrimet e veta dhe ka mbajtur qëndrime për këtë gjë, që të diskutojmë, puna është ndryshojmë gjë. Për diskutuar, unë takoj gjatë gjithë kohës kolegë. Tani u takum me një kolegë tjetër ishte Eno, a i doli unyra, takohemi, ne kemi marrëdhënie me një parti politike. I kam diskutuar dhe kemi diskutuar edhe në kryesi për këto, unë them, a do ketë vendimarrje? A ka, për të thënë, po themi edhe në mënyrë që të kuptoj publikore, Partia Demokratike ka njerëz pafund. A duhet pozicionuar se cilin vend të vetë, po ta marrësh Lionel Messi për shembull, ta fusë sport, do dalë me qenë se është i njohur futbolli për gjithë qytetarët, ka përqenë lojtari mi dobët në botë si portier. Po ta marrësh Donnarumën, ta nxjerrësh sulm, do jetë mi dobëti. Hajde më të gjejmë se cilit vendin e vet. E ta gjejmë mekanizmin se si. Nga ana tjetër, i keni parë besoj edhe të takimit Durrësit, po edhe gjithandej. Po da shohësh, ore Partia Demokratike e ka detyrim që qindra dhe mira të rinj që militojnë, po e them kështu, në parti, t'i japi mundësi për t'u promovuar. Daniela, pyetje? Atëherë, do të bëj një konstatim. Jam dakord me disa elemente që tha zoti Saliani, duke nisur që nga fakti që edhe pse është pjesë e forumeve, siç thot zoti Berisha, nuk është dëgjuar. Nisur që nga protesta që zoti Saliani propozoi protest, nuk u dëgjua. Në momentin që nuk dëgjohesh në forume drejtuese, atëherë duhet gjesh një mënyrë tjetër, një strategji tjetër, se si zëri yt të përçohet. E dyta, jam dakord edhe me faktin që është një takim brenda strukturave dhe këtë mund ta konfirmoj nga fakti që e kam ndjekur vetë edhe foltoren e parë, nëse do të quaj foltore, ose takimin e parë të zotit Saliani në Durrës, ku pjesa më e madhe e atyre qytetarëve të nderuar ose i kisha hasur në përzgjedhje që ka zhvilluar Partia Demokratike, ose i kisha hasur në protestat e Partisë Demokratike. Pra janë njerëz të njohur të strukturave të Partisë Demokratike. Dhe po ashtu, edhe për elementet tjera që ka të bëj kryesisht me shkundjen e Partisë Demokratike, që nga momenti që zoti Saliani nisi, ose nisi në nxë të kuptohej që zoti Saliani do të kishte një lëvizje, zgjerat në Partinë Demokratike ndryshuan thuajse tërësisht, duke nisur që nga takimet me qytetarë, që nga
nevoja për analizën e brendshme që shtyej vazhdimisht dhe pa një arsye objektive, sepse nuk e ndalonte asgjë zotin Berisha që fill pasi u mor vesh edhe raporti OSBE-Odirit, të dilte dhe të takonte demokratët. Dhe madje edhe takimet jashtësyrit të medias. Për shembull, gjatë këtyre ditëve zoti Berisha ka zhvilluar takime me kryetarin e Partisë Demokratike. Atje shikon si një lloj kundër përgjigje ndaj Salianit dhe Ali Mehmetit. Është një lloj frike, një lloj shkundje. Nuk di nëse është frikë politike, sepse zoti Berisha apo konturohet një lloj ndarjeje aty? Nuk do i quaj ndarje, sepse një merit që një zoti Saliani është fakti që retorika e tij nuk ka qenë një retorikë përçarëse, pra nuk ka kushtëzuar takimet e tij me ndarje nga pjesa tjetër që mbështesin zotin Berisha, por nisa të thoja që qoftë analiza e brendshme, qoftë takimet që bëhen me qytetarët kanë nisur pas lëvizjes së Salianit dhe ky është fakt, nuk e mohojmë dot. Madje zoti Berisha ka takuar jashtësyrit media, sikur se thashë, edhe disa kryetarë të disa degëve të Durrësit, por edhe kryetarët e bashkive fituese që i ka ftuar javën e shkuar në Mosgaboj në një takim informal dhe jashtësyrit medias. Që do thotë gjërat Partinë Demokratike po lëvizjen pasi zoti Saliani mori këtë lëvizje. Tash po ngrihen disa pikpyetje. Pikpyetja më e madhe që unë, por besoj edhe shumë të tjere kanë, është arsyeja e kësaj lëvizje. Pra, a është kjo një lëvizje që zoti Saliani e bën për të mbajtur, po themi, gjallë politikisht figurën e tij, sepse zoti Saliani për shkak të dënimit nuk mund të zgjidhet deputet për 5 vite. Dhe a është kjo një strategji që emri juaj në një farë mënyre të mos harrohet apo të mos bie mbështetja politike? Pyetja e parë që kam është kjo? Unë kam, po themi me një kundërpyetje. Ka mundësi që, nëse do kisha këtë qëllimun, ka mundësi që mua të më ndjekin mira njerëz në këtë, nëse unë kam, çohem unë një ditë, se mund të bëj dikush tjetër këtë gjë. Çohem një ditë e thotë. Dakor, kjo mbështetje aktuale që keni, a bëhet për të politika ka një gjë, sepse gjallë politikisht do quaja. Edhe këta se pak më përpara miku dhe të përgjigjem drejt për drejt. Në politik, dështim është nëse nuk takon njerëz, jo kur takon njerëz. Pra që këtu, prandaj them unë që Partia Demokratike duhet të ripozicionohet në raport me njerëzit dhe në raport me strategjinë e vet. Problem duhet të jetë kush nuk ka mundësi të takojë njerëz apo kush nuk takon, jo kush takon. Tani vim tek pyetja për të përgjigjur drejt për drejt. Unë nuk kam asnjë shqetësim personal. Unë jam drejtues politik në një zonë Tiranë, në kombinat. Kam mundësi që ti isha edhe të jem pa diskutim në zonë tjetër isha drejtues në Elbasan, kam qenë drejtues Kavaj, kam qenë Korç. Pra unë nuk kam asnjë interes personal sepse do të isha prap. Apo ja. Pra nuk ka pas në një thyerje apo në një element që ka të bëj me avancimin ose jo të karrierës time. Mbase keni ndjerë edhe pak frikën se mos partia ju distancon, sepse më linit ju kujtoj që kur ju zhvilluat konferencën e parë për mediat pasi dolët nga burgu, i vetmi person që ju ka pritur në selinë e Partisë Demokratike ka qenë deputetja Ina Zhupa. Dhe as kush tjetër, as sekretari i përgjithshëm, as grupi parlamentar që përpara arrestimit tuaj derdhte lot, mbase edhe krokodili, që ju duhet ngujoheni në seli sepse ju jeni i burgosur politik? Këtë unë e le të gjykoj publiku. Nëse unë nuk kam ftuar njëri, ka qenë grupi deputetëve të Fierit që kam takuar kur kam dalë nga jo derë, dhe kanë qenë kolegë tjerë, përveç Inës kanë qenë edhe 2 tjerë, për nuk ka rëndësi. Lidershipi i Partisë Demokratike nuk ju ka pritur në seli. Nëse një njeri që sakrifikon për një forcë politike, se unë nuk kam pas një përfitim personal nga ajo gjë, a duhet të ketë një lloj qëndrimi të caktuar partia zyrtarisht apo jo, këtë gjykoj njerëzit, unë nuk kam bërë qëndrim për këtë. Mbas asaj po them, unë jam drejtues politik në kombinat, dhe në grup unë ka dhe deputet. Po, a është ambicia juaj vetëm për një drejtues politik në një zonë të Tiranës? Unë këtë lëvizje e bëj sepse Partia Demokratike, siç e mendoj unë, jo vetëm që nuk ka mundësi që të fitoj kështu, siç po themi, po vegjeton, po e them, pavarësisht se po më duket pak kështu, si term, dhe duhet rigjallëruar. Pra kjo është qëllimi im, se edhe për shkak të arsyeve që ju thatë, që unë kam, po themi, kam pasur këto kosto nga politika, unë duhet të them të vërtetat.
Pra nuk më falet mua të mos i them disa të vërteta. Dhe për te këtyre, me qenë se ju shkuat po themi 4 muaj e diçka mbrapa, në momentin kur unë kam dalë nga burgu, po ju them disa momentet tjera. Unë kam qenë i vetmi që kam diskutuar ashpër kur u dorëzuan mandatet që kam thënë që mos dorëzohen apo. Se pasi dështoj, dolën gjithë thanë kemi qenë kundër, po në mbledhje kanë qenë dhe 2 kolegë tjerë, po i vetmi që kam folë ashpër. Unë kam qenë i vetmi që kam thënë që ne duhet të çojmë njerëz ose jo te komisionet që vajtën i zgjodhën komisionet e vettingut pasaj. A ka qenë kështu? Unë kam qenë i vetmi në mbledhjen e kryesisë tani që kam thënë duhet protest. Kam qenë ndër të paktët që kam thënë duhet revolt edhe jo këto. Unë qëndrimet në raport me interesin e demokratëve i kam mbajtur siç unë mendoj se unë jam përfaqësues. Dhe unë ndjej sentimentin e demokratëve dhe të opozitarëve në raport me Partinë Demokratike. Unë nuk jam i pilotuar, unë nuk kam marrë asnjë gjë të pamerituar, madje kam dhënë shumë më shumë se sa kam marrë në Partinë Demokratike. Unë kam qenë mi votuari në qarkun e Korçës zgjedhjet e fundit, kam dalë me rezultat pozitiv përballë Partisë Socialiste në ato zgjedhje, kam dalë fitues në Bashkinë e Kavajës si drejtues politik, bashkë me ekipin, pa diskutim me Fisnikun edhe me Hysenin. Por në çdo zonë, unë duke mbajtur këto qëndrime, duke qenë i vërtet, duke i mbrojtur interesat e qytetarëve dhe njerëzve që më votojnë, të kem pasur këtë gjë. Duke qenë se ju i renditni vetes këto atribute, a do thot kjo që ju më shumë se sa një shkundje të Partisë Demokratike po përgatisni terrenin për të kandiduar përballë Sali Berishës 2026? Unë po bëj, po themi takime, bashkë me miqtjerë, ne po bëjmë takime, për të dëgjuar demokratët dhe për të diskutuar për disa problematika që i thash. Do të kandidonit përballë Berishës në 2026? Po nuk ka zgjedhje, këto nuk janë momente zgjedhjesh. Në pra, unë nuk kam nisur personalisht se gjithë secili përgjigjet, po pra gjithë secili prej migjëve përgjigjet vet, unë personalisht nuk e kam nisë këtë me një qëllim të caktuar. Funksion jo, se as nuk dua, as nuk ka zgjedhje, dhe zgjedhje partia nuk ka tani. Unë e kam nisur këtë, pra flas për pjesën time, se flas unë, po ne, në fakt, duke qenë të shqetësuar për fatin e Partisë Demokratike, po dhe për narrativën që ka Partia Demokratike ndërkohë. Ne nuk mund të themi që me Edi Rama nuk fitojnë zgjedhjet, me Edi Rama nuk ka zgjedhje, vim zgjedhje, pastaj qajmë ba zgjedhjeve. Kam edhe një pikë pyetje tjetër, për t'ja lënë më pas radhën Gentit, nëse Genti më lejon. Është një nga dilemat më të mëdha që kam patur gjatë këtyre ditëve, është nëse njerëzit që ju rrethojnë kanë vërtet të njëjtat parime si ju. Fjala bie, Zoti Gjungshi u emërua koordinator për sigurinë, me njëherë pasi pati një kafe me Zotin Saliani. Berisha pohoi publikisht që ka takuar Zotin Ilir Ali Mehmeti në selinë e tij javën e shkuar. Mendoni se do ju lënë vetëm shokët në betejë, mund t'i peshkojë Zoti Berisha? Kjo mund t'jetë, po themi, sensacion mediatik, po është Partia Demokratike, ne jemi një parti, aty takojmë gjithë me njëri tjetrin, gjithë kohën. Po, fill pas këtyre lëvizjeve ju takoni, po ju për shembull personalisht se keni takuar Zotin Berisha me sa di unë. Sepse unë jam duke dëgjuar demokratët. Kur të ketë mbledhje takime, unë sot isha në protest, apo ju e pat, u pam aty. Ishte në protest, po besoj që nuk e keni dëgjuar mundje Zotin Berisha se të takoni. Unë mendoj këtë gjë, që ne kemi nevojë për vendimarrje, se për ta dëgjuar njëri tjetrin e kemi dëgjuar, dëgjojmë edhe nëpër media, po dëgjojmë apo jo. Duke qenë se ne kemi arritur në një pikë që disa vendimarrje të caktuara nuk janë marrë, pavarësisht se ne kemi folur për qëndrimet të caktuara, atëherë unë them që duhet të takojmë dhe këta njerëzit, dhe unë besoj që kjo jo vetëm që nuk është përçarse, po kjo është bashkuese. Gjua përçarse për t'i quajtur apo për të bërë gabimin që demokratët të etiketohen apo të shmangen. Një jap largje nga shpallja armikë. Ky është gabim. Tani shiko, unë edhe një tjetër kam një detyrim ndaj demokratëve. Diçka ka ndodhur, diçka po ndodh që unë ka reaguar ashpër Zoti Berisha dhe mediat afër tij po ju sulmojnë. Retorika ime është për të bashkuar çdo demokrat. Ndërkohë,
Edhe mesazhe që dërgohen degve dhe telefonat. Për të bashkuar demokratët me Berishën në krye apo pa Berishën në krye? Për të bashkuar demokratët. Kryetari i partisë tani është Sali Berisha. Tani këtu nuk kemi në moment zgjedhjesh. Ama unë një gjë ja u them me bindje. Edhe këtu ja u them me bindje të plot. Edhe besoj që nuk është se ka ndonjë dilemë ndokush. Unë kam bërë burg ndërkohë që të tjerët kanë pas ndonjë përfitim. Kush të tjerë dhe çfarë përfitimi? Mirë pra, tani unë po të them kam bërë burg dhe ndërkohë unë kam fituar çdo gjë që më është besuar përballë qeverisë. Pra, po e them qartësisht dhe nga ana tjetër, atë që dua të vendos pikën, po themi kësaj situate, edhe po u them qartë, nuk marmison dot njeri mua me demokratët, dhe nga ana tjetër, unë nuk hyj tek ata njerëz që kur kam një mendim dhe në bindjen time mendimi është i drejtë, të bëj në një devijim apo treqe. Unë i shkoj gjërave deri në fund. Dhe po them edhe njërë tjetër, duke qenë se Partia Demokratike është në moment të vështirë, unë në të gjithë retorikën të folurën jam i kujdesshëm që mos i krijojmë dhe mos i ndajmë demokratët në të këtij apo në të atij. Por ne këtu do jemi. Këtë lëvizje si e shikon? E shikon fatin e kësaj lëvizje? Do ketë të ardhme edhe në kontekstin e gjithë opozitës? Lëvizja përcaktohet nga figurat që përbëjnë në momentin në cilin ndodhet, por mbi të gjitha reakcionin që shkakton te Berisha, sepse ai që nisi një aktivitet privat këtu e 4 vite më parë, që tani akuzon të tjerë që bëjnë një aktivitet privat, e nisi me disa angazhime që ne i denoncuam që në fillim që ishin të pabëshme për të, sepse kishte nisur një rrugtim politik për interesat e tij. Dhe ai rrugtim politik përmbante primare, fitore të shpejt ndaj Ramës, hapje të partisë më të fortë, më të begate, nuk e di sa premtime solemne që shumë shpejt ranë. Dhe ajo që ndodhi në 11 maj, ndodhi që Berisha krijoi një grup parlamentar a sua imagjine e somiglianza, një grup i të kurur, por solid rreth tij, di që të jenë shprehur për këtë gjë, domethënë rinë mbajnë pozitat e tyre, një parti që i ngjason atij ka premtuar që nëse u mbet zgjedhjen do ikte, por në fakt askush nuk ja kërkon këtë gjë. Edhe kështu me radhë, ajo që po ndodh me lëvizjen që ka iniciuar Ervini është që po tregohet që poshtë jashtë asaj umbrellës së njerëzve që përfitojnë diçka, që janë në grup parlamentar, që kanë pozita në parti, ka njerëz që janë të pakënaqur, siç duhet jetë e vërteta, sepse nuk është e këndshme të jetosh në një qeverisje që prej 13 vitesh ka çuar më shumë shqiptar jashtë, ka rritur masën e korrupsionit, jetohet në një vend që është gati botës tretë me çmime që janë si të Europës, të shkosh për supermarkete, njerëzit e ndjejnë këtë gjë dhe kanë nevojë për zgjidhje. Dhe zgjidhja nuk vjen nga një grup që bëhet hermetik rreth halleve të Berishës, edhe nuk guxon të prek këto tema që të prekin kudo njerëzit, sepse njerëzit duan alternativë. Dhe alternativa po nuk ngacmua, nuk ka për të lindur. Nëse do pajtojnë që të gjithë që, okay, në 11 maj u mora ai rezultat dhe ata janë shumë të kënaqur, fatkeqësisht janë shumë komod, kjo është ata janë më e madhe, ata janë komod që kanë monopolin e opozitës dhe nuk duan që ndryshojë asgjë. Por ndërkohë, koha kalon. Kanë ikur shumë njerëz, opozita rrezikon të goditet, kurse për sa i përket asaj perimetrit të lëvizjes së Ervinit, unë e shoh si një gjë që tonifikon këtë grupim, i bën mirë, pavarësisht se që të ndryshojë diçka, shënjestra duhet të jetë shumë më lart, pra duhet të jetë e Berisha. Vini dakord me këtë që PD-ja është kryer avokate halleve personale të Berishës, që thotë zoti Gaba? Partia Demokratike është avokate halleve të qytetarëve shqiptarë. Është opozita dhe është opozita më e madhe në Shqipëri. Ajo që qëndron tek analiza është që Partia Demokratike duhet të jetë e shqetësuar për të qenë fitues apo jo. Pra një parti e këtyre përmasave që ka, po themi, këtë mbështetje masive tek qytetarët, thuajse 500.000 vota edhe në këto zgjedhje,
Po çan ndodhi, për shembull, çan ndjesi e patë sot aty në protestë, a në foltore, a nuk e di si e quani. Ora cili do prej. Ç'a kuptove që nuk shkonte, don që ka ta ndisur në një grush njerëzish. Unë kuptoj këtë gjë, që cili do prej qytetarëve dhe demokratëve, opozitarëve që delin atë protestë, duhet të bëhet një monument për shkak të acarit në cilën ndodhet situata politike e opozitës dhe Partisë Demokratike sot në Shqipëri. Por ajo që nuk shkon, po e them pra, ka njerëz pa fund Partia Demokratike. Ne duhet të gjejmë arsyet sepse nuk e ndjekin këtë po themi logjik caktuar të partisë. Se për njerëzit edhe demokratët aty janë 500.000 vota. Pra të kemi këtë problematik, ne se kemi pasur kur, tregon që diçka nuk shkon. Po da kisha shkopin magjik, do kisha zgjidhur direkt on. Unë prandaj po dëgjoj kudo që po më kërkojnë demokratët, unë po shkoj, po i takoj, po diskutoj, po përpiqem të marr prej tyre si e shohin ata edhe problematikën që ka Partia Demokratike, por edhe zgjidhjet që mendojnë ata që duhet për t'i dhënë tjetër dimension. Themeli i gjithë diskutimit që bëjmë ne, që e kemi nisë këtë, po e them unë sot, është që ne kemi shqetësimin apo interesin që Partia Demokratike të jetë fituese. Partia Demokratike nëse arri në këtë gjendje është fituese. Okej, ti mos përsëritim gjëra. Diskutimi. Por ka shumë vetë që thonë, okej, është lëvizje e duhur, por në kohën e gabuar, sepse shumë prej deputetëve të Partisë Demokratike thonë që qeveria ndodhet në një skandal të jashtëzakonshëm, ku deri dhe zvendës kryeministria është marrë e pandehur. Ndërkohë që zoti Saliani ne do në vend të merremi me të denoncojmë skandalet e qeverisë dhe këtë skandalin më të fundit, na tërheq vëmendjen ndonë për çështje organizative të Partisë Demokratike. Ilir, më falni sekond, duhet të shtoj diçka te kjo. Te kjo gjë tani ata janë njerëz që thonë të kundërtën dhe të kundërtën e çdo gjë. Sapo doli lajmi për Ballukun thanë e ka bërë Rama. Kështu që nëse ka bërë Rama mos u lodhi kot me këto justifikime, domethënë dita ka 24 orë. Mund të bëjnë 24 gjëra të ndryshme të mëdha nëse duan. Më duke justifikime kot. Me thënë, do ketë gjithmonë një arsye për mos bërë gjërat detyrat e shtëpisë, sepse që një makinë të ecë duhet ta çosh garazh, ta rregullosh. Këta thonë nëse edhe një çik se e shtypëm atë Ramën, është aty, po ndërkohë makina po bëhet copa, edhe nuk duan të maten me këtë realitet që ka nevojë për servis ajo makinë. Dhe kjo është pastaj gjesh justifikime që jo, po sot kemi 8 dhjetorin, duhet bëjmë diçka për atë datë, po nesër kemi këtë gjë tjetër, ndërkohë që realiteti, nëse s'përballesh me problemet, ato kanë tendencën kthehen në kriza. Dhe ja ku është një krizë që shfaqet tek pjesëmarrja e njerëzve tek Ervini, që thotë që ka pa kënaqësi dhe duan një alternativë. Pastaj të rish të kapesh Ballukun po denoncojmë ke grup parlamentar, ke parti, denoncoj 5 herë në ditë. Kush ta pengon ty? Kush ta pengon ty? E di sa kanale ke sot po të bërxapin tani, po flasin për broçkulla besoj. Ku e di unë si Nala Ramizi në dhjetor si po bëhet kjo protesta. Po mirë, edhe emisione komemorative duhet të bëhen, sepse jemi 8 dhjetor do nuk... Po më ja çaj i pa majrin, do me thënë s'kemi mësuar asgjë nga ato komemoracione. Pyetje, që ju bëra, përgjigjen ju. A t'ju them disa të vërteta? Po. Sa dhe fare, or analizën e Partisë Demokratike, një ditë pasi u more pandehur Belinda Balluku, kush e kërkoi? Kush e thirrri kryesin për të kërkuar analizë? Pyesnin mbledhje, se besoj në për kështu jashtë kamerave da thonë gjithë. Kush e kërkoi? I vetmi që ka kërkuar, dhe i vetmi që ka kërkuar protest, pastaj kërkuan dhe tjerët, po deri në një moment caktuar, për rastin revolt, për rastin e skandalit të Rama Balluku kam qenë unë. Duke menduar që ore mos jam unë realitet tjetër se kam dal nga burgu, apo ore këtu ka ndodhur një gjë e rëndë, ju kam thënë. Pra këtu ka ndodhur e mbylla. Këtu ka ndodhur një gjë e rëndë më. Për shumë më pak për një zëvendës kryeministër, për një gjë të pavërtet, dhe ku zëvendës kryeministri kohës Meta atëherë dha dorëheqjen, dhe kryeministrisë ju vendos ndodhi ajo që ndodhi në 21 janar. Tani, këto janë filma, broçkulla, budalliqe, që i thonë njerëz që këtu, në vend të aparatit logjik, mund të kenë në një aparat tjetër. Tani, o zotri, ku nata Belinda Ballukut mua më ka fut në burg. Është e njëjta që dha folëm nuk e di se sa
Në vendimarrjet tjera mund të ketë pas qëndrime tjera. Dhe unë po them këtë gjë, qa e pengon, Partinë Demokratike ka një, ku di unë, 3-4 ditë nuk kam dalur në asnjë media, pse nuk diskutojnë për këtë rast? I pesot diskutonin? Unë ku dalë edhe këtu të ju them po, kjo është rënë e shtetit. Pra 50 milion euro i ka zënë tuneli me 50 milion euro këta poshtë. Dhe ka rënë shteti sepse të gjitha ligjet që ne kemi ndërtuar nga kushtetuta dhe ligjet e tjera dhe institucionet që përcaktojnë që si kushtohen para publike, duke ndërtuar nëpërmjet kësaj forme të aplikimit në agjensi prokurimi publik, KPP, KPA, apelime, gjyqe, komisione KVO, etj. Të gjitha nuk vlenë si janë të gjitha të paracaktuara. Tani, pse nuk dalim ne të revoltohemi për këtë çështje? Dhe për të përgjigjur tjetrës, nëse ne presim skandalet e qeverisë, skandale ka për të pas për ditë, po ne qa po përfiton Partia Demokratike nga skandalet? Ky është qëtësimi im. Qeveria është zhytur në korrupsion masiv, korrupsion moral, politik, ekonomik. Qeveria është e zhytur, ju arrestua ministri Brendshëm, ministri i Shëndetësisë, kryetari i Bashkisë Tiranës, e pandehur zëvendës kryeministri, zëvendës kryeministrin tjetër atje. Po çfarë duhet ndodhë më një gjë që të ndryshojë në këtë vend? Se ne çfarë të bëjmë këtu? Të rriqë sa herë të gëzojmë unë se ju njerëz në burg? Po çfarë përfiton shoqëria nga kjo nëse nuk ka ndryshim, nëse nuk ka parandalim? Po ka një gjë, shoqëria i ka ndërtuar, po themi, të gjithë të ngrejin konstitucionale që nëpërmjet ndëshkimit, jo vetëm të ndëshkohet dhe të mbaj përgjegjësinë ai që ndëshkohet, po të parandalohen në të ardhmen ngjarje të tjera apo jo. Këtu korrupsioni në Shqipëri është ulur apo është ngritur? Dhe këtu kemi pa diskutim që ne kemi detyrën të rozojmë qeverinë në këtë rast, që ne të bëjmë ligje më të mira, të vendosim njerëz me më shumë integritet, që të parandalojmë që mos vidhet më. Ju me këtë lëvizje po i shërbeni pozitivisht, ti shëllimi apo negativisht? Dhe në këtë cilat dënimet? Qëllimit për të reaguar ndaj korrupsionit po flasim. Po reagimet ndaj korrupsionit ne bëjmë gjithkohë dhe bëjmë shumë mirë. Unë nuk po them reagimin, unë po them pasi ka ndodhur këto ngjarje, a duhet kishte një përfitim politik opozita? Duhet kishte reagim të fortë? Se reagimi cili është? Reagimin ja ku e bëra unë këtu studio. E kam bërë studio tjera, kolegë tjerë, e bëjmë në për konferenca. Ne nuk nga pengon kjo, ne themi si ta rrëzojmë qeverinë tani. Duhet kishte, sepse mjafton të vëmë në sfidë veten dhe themi i gjejmë 10 deputet Partisë Demokratike që kanë ngritur çështjen Balluku, nuk i gjejmë dot. Janë shumë të pakët ata deputet Partisë Demokratike që guxojnë dhe e përmendin edhe me emër në parlament. 2-3 emra është zoti Bardhi, është Elda Hoti, ose nuk po futem në emra, dhe zoti Berisha. Po ka mëse qëndrim ka pas Partia Demokratike, Partia Demokratike zyrtarisht ka pas qëndrim ndaj Ballukut, se nuk mund të themi që nuk ka pas. Ka pas qëndrim gjatë gjithë kohës. Unë po them, a kemi mundësi ne që të rrëzojmë qeverinë kur ndodhin këto skandale? Kjo është shqetësimi. Në parlament, vje zëvendës kryeministri aty dhe ju ikni nga sala. Do me thënë, ju me zërprisni momentin e përballjes me zëvendës kryeministrin dhe ju ikni nga sala. Ky nuk është qëndrim politik. Mos gabojmë, duhet këtë qenë shkurti i 91-shit, kur ka pasur atë debatin në zyrën e Ramiz Alis, në Ritan Ceka, e deri tani unë mbaj mend pafundësisht individ të fuqishëm në Partinë Demokratike, grupime që e kanë konceptuar, e kanë projektuar të ardhmen e Partisë Demokratike ndryshe nga ajo e zotit Berisha. Dhe të gjithë janë mundur, kanë dështuar. Mund të ketë kjo lëvizje, kjo nisëm, kjo përçapje e zotit Saliani, e zotit Ali Mehmeti dhe disa tjerëve të njëjtin fat. Unë nuk e shoh sikur është një antagonizëm i drejt për drejt, të paktën në këtë moment ndaj Berishës. Zoti Saliani ka qëndruar në krah dhe ka ndihmuar kur Berisha ka qenë në momentet vështira, kështu që kur Zoti Saliani u doli nga arresti pa drejt që pësoj, duhet që të paktën ajo parti të kishte parë mënyrën që të kuptonte dhe sakrificën e tij. Pa ti nuk shikon një luftë finale, një përballje? Është dialektik normale, ore këtu duhet bërtitur, nuk ajo që po bën është pak. Duhet bërtitur sepse këtu gjërat duken sikur gjërat janë mirë tu, zëvendës kryeministre, dy.
Ajo Mogherini e morën në pyetje, e lanë ditën e nesme dhe adoration. Ajo standardet europiane. Këtu nuk ndodh asgjë, madje këti ka ardhur dhe guximi e shkon tani në Llafos çdo 2-3 ditë, thotë që po gabon Spaku, të jep edhe leksion e gjykatës kushtetuese si të kontrolloj këtë ortek korrupsioni që e ka zënë në të. Edhe mos të ketë as edhe një lloj reagimi, kjo i bën mirë opozitës, pavarësisht se unë nuk besoj tek grupimi që këta përfaqësojnë, nuk e besoj sepse ka probleme. Përse, çfarë probleme shikon? Problemi është që, domethënë, e ke dëgjuar rrëfimin që bën këta? Jo, Ervini, po në përgjithësi tha, e shpëtuan Partinë Demokratike në 2021, se do na e merrnin. 2021 ne morëm 600, u nda me 30.000 vota me PS-n. Këto zgjedhje një tmerr i vërtet. Çfarë do thotë kjo? Që nuk po bëjmë përparim, po shkojmë mbrapa. Dhe pse po shkojmë mbrapa? Sepse po vendosen interesa personale në raport me interesin e përgjithshëm të PD-s. Dhe që PD-ja ose opozita të fitoj, duhet që të ketë një dialektik shumë të fuqishme të brendshme që kjo e përmirëson. Dëgjoj pak babo një ta mbyll. Unë nuk besoj që do ketë një përplasje fatale. Berisha ndjet në vështirësi sepse ata njerëz që ka përballë nuk i tregojnë ato që ka thënë këto muajt e fundit ose vitet e fundit demokratëve, që ta besojnë. Ju thashë do fitojmë, ju thashë do jeni pjesë e vendimarrjes, do ju pyesim primare, do zgjidhni ju. Pastaj mashtroj. Po si, a duhet mbaj përgjegjësi dhe këta janë ata që po i kujtojnë këto detyrimet që ai ka ndaj njerëzve dhe që edhe ai të përfitojnë një gjë nga kjo situatë që të mos jetë kështu i detyruar të vuaj në këtë turistnim publike që vetëm sulmohet sepse njerëzit presin shumë nga opozita, s'kemi institucion tjetër, presin shumë nga opozita, këta po japin një shteg që të autokorrigjohet paktën. Pastaj perimetri veprimit të tyre kanë përshtypjen që do krijojë një rishpërndarje të pushtetit që është dhe drejt brenda opozitës dhe të ketë njerëz që janë konkurrues, jo njerëz që flojnë gjumë. Tani, një gjë që shumë e rëndësishme, me që se ishim të debati për qeverinë, ka një përgjegjësi ligjore, çdo politikan, zyrtar, ministër, në këtë rast zëvendës kryeministrja, që ka të bëjë me prezumimin e pafajësisë ligjërisht, ka një standard tjetër që duket sikur është harruar në debatin publik. Dhe këtu, ne si politikan, po pa diskutim media, por ne Partia Demokratike sidomos, ky është standardi më i rëndësishëm, është standardi i moralit politik dhe i përgjegjësisë që keti politikisht. Nuk një, po themi, publikja dhe përgjegjësia publike prezumimin e pafajësisë që është në ligj. Atje është debati gjyqësor. Këtu ke, nëse je kapur, mban përgjegjësi dhe jep dorëheqjen. Këtu ka rënë standardi i dorëheqjes. Apo i shkarkimit nga ana tjetër kur ti ke një problematik caktuar. Dhe këtu nuk është rasti vetëm tek Balluku. Këtu duhet dorëheqja e kryeministrit zotëri. Këtu është vullneti i individit që prevalon ndaj çdo ligji tjetër dhe bërë një buqete plot me njerëz. Si që nga këto, se Edi Rama thoshte në të kaluarën që nuk e ka problemi në individi, e ka sistemi. Apo jo? Po tani ky zotëria këtu ka ndërtuar një sistem korruptiv që të gjithë njerëzit i është bërë tani një, ku diun, nuk di se sa njerëz janë bërë kemi harruar. Që kanë përfunduar në takimi në Durrës ishte një fishek zare apo do vazhdoj më tej? Ç'a hapash do hidhni? Ç'a agjende keni? Unë nuk prodhoj fishek zare. Unë mund të eci rënd, po s'do të përdor terma për veten që takimi Durrësit ishte nisja e një serie takimesh derisa të arrihet çdo objektiv për të bërë Partinë Demokratike fituese. Disa objektiva i ka realizuar, takimet me demokratët, përfaqësimi i shqetësimeve të demokratëve, përfaqësimi i shqetësimeve të qytetarëve, është puna ime si politikan, si përfaqësues. Ç'o bëjun? Ta kthesh përmbys gjithë logjikën, ata që nuk takojnë janë të mirë, se ja cila është një prej arsyeve. Ata që nuk takojnë që nga të mirë, këta që takojnë njerëz që nga të këqij. Ata që nuk votojnë janë të mirë, këta që votojnë janë të këqij. Po jo, më zotëri. A ka përpjekje për të politika është përfaqësim në të jetë burr i mirë apo të jetë dikush tjetër çuni mirë apo çuni keq sa doj, puna është votohesh apo nuk votohesh, a duan as duan njerëzit, a ke përfaqësim as ke përfaqësim. Ç'o diskutimi është kjo? I vetmi kujdes që duhet të ketë cili do, që unë kam, unë jam antar kryesie. Po çdo përfaqësues i Partisë Demokratike duhet të ketë kujdesin mos i ndaj njerëzit. Mos ketë retorik për çarsa.
Dhe këtu ka disa që paguhen, që janë rrogtarë që ka futë këtë, se nuk kam gjë me njerëzit politik, po disa që paguhen me rrogë nga demokratët, të fusin përçarje tek demokratët, kjo është e papranueshme pastaj. Po, mirë, ky është momenti për të folur me emra. Dhe po këtë e them vetëm, po ke parë me rrogtarët të njerëz që paguhen me rrogë, ndërkohë që gjithë demokratët në asnjë deg nuk paguhet asnjëri. E keni me deputetët? Që të gjithë janë, jo, më ke edhe disa tjerë, se ti e ke parë, që bëjnë kështu retorika përçarëse. Paguhen nga Partia Demokratike e Shqipërisë më, për të mbrojtur edhe interesin tim si antar kryesie dhe të doktor Ali Mehmetit si kryetari i grupit këshilltarëve. Vazhdoni, keni bashkëpunim me zotin Ali Mehmeti? Po patjetër, ne bashkojnë mendimet, jemi në kështu që bashkëpunimi jemi me gjithë ne. Ne nuk kemi në njëri që nuk bashkëpunojmë. Këtu kemi disa piketa që bashkojmë në mendim. Në fillim bisedës fole për dikoj që blen beton nga Dako. Po mirë më ata, a jesh i komanduar, më them njerëz votuar, ore njerëz që komandohen për interesa caktuara, edhe që dalin flasin broçkulla pasaj, prandaj po merrem atë, se është simbol. Simboli i papërgjegjshmërisë, njerëz të komanduar. Një njeri që nuk provohet dhe nuk vjen si rezultat i votës, nuk e njeh përgjegjësinë dhe është i papërgjegjshëm raport me po themi përgjegjësinë publike që ka marrë. Sepse nuk mundet kur një njeri që del nga vota, që të dalë përballë kundër antarësisë vet dhe të flas kundër njerëzve që ka aty. Sot në një, se ton militantët mbaj mendon që kalonin edhe në skena të frikshme doon. Në për gazetarët e viteve 90 mbaj mendon skena horror. Doon që edhe duke i goditur ish ministra e duke i sot në shesh, ndjeve një lloj hostiliteti, një lloj armiqësie nga aty apo? Unë takoj njerëz gjatë gjithë kohës. Edhe në shesh sot kam takuar gjithë demokratët që më kanë dalë përpara dhe kjo mund të konfirmohet, por mos shikoni gjithë si armik të brendshëm? Po pse se po bashkoj partinë? Se po bëj përpjekje për të bashkuar partia? Unë besoj që demokratët shohin si armik kush i çon humbje, jo kush i çon fitore. Në çdo vend të botës, në paktën demokratik, funksionet e partive janë të atilla. Ka flukse, ka njerëz që shprehin mendimet e tyre dhe nuk është. Po jo, po ka dhe gjë që është themelore, se bëjmë sikur nuk e themi. Ore, demokratët, ore është si në një ekip. Demokratët bëhen me lojtarin që në gol, nuk bëhen me atë që shtrihet në fush. Por ç'është kjo, njerëzit janë shqetësuar nga ata që i çojnë numbi, jo ata që i çojnë fitore. S'mund të kthehet përmbys kjo, se ka sentiment, ka dhe ndjeshmëri njeriu. Edhe ai që është antar partie, edhe ai që është militant, edhe ai që është simpatizant, edhe ai që është në shoqëri, edhe ai që është socialist, mande është kundërshtar, vlerëson atë që është i vërtet. Ç'e lidhje ka kjo? Mendoj se edhe reagimi i zotit Berisha pikërisht prej kësaj frike ka ardhur për shkak se kjo lëvizje është mirëpritur, sepse nisi si një lëvizje taktikisht e zgjuar, pra u takuan më të votuarit e partisë, pra ata që nga brenda kishin një lloj e braktisën barkën. Jo, shikoj që pa dal nga porti. E para nuk ka braktisje se nuk është se ishte në kështu, ne jemi në Partinë Demokratike, e dyta shikojni nga këndi tjetër. Por këta njerëz që janë të jashtëzakonshëm në kontributin që kanë dhënë për Partinë Demokratike, u ekspozuan. Po 7 muaj nuk ju torkiste njëri t'ju thoshte faleminderit. Në vitin 2004 në finale, kjo një sekond, Daniela, lutem. Në vitin 2004 mbaj mend një politikan. Ky është qëllimi. Partia Demokratike fituese. Ky është qëllimi. Fituese, po me cilin leadership? Partia Demokratike fituese. Ky është qëllimi. Partia Demokratike duhet të jetë fituese. Nëse Partia Demokratike nuk është fituese, është problem për gjithë shoqërinë. Dhe unë kam detyrimin që të bëj gjithçka që mundem, gjithçka që kam marrë nga demokratët për t'ja u kthyer dhe për të thënë vërteta dhe kur tjerë të thonë vërteta në vende që kanë frikë të thonë. Dhe ma konfirmoni ose ma konfirmoni ose jo se ju dëgjoni te kolegët tuaj, se i dëgjoni te kolegët tuaj, sa njerëz flasin nëpër tavolina edhe nëpër kafe, kështu siç flasun publik. Dakord, pra unë po të bëj një pyetje shumë ose ma përgënjeshtrokte. Unë po të bëj një pyetje shumë të politikanë flasin siç flasun këtu. Të gjithë nëpër tavolina e thonë. Në 2004 të dalin të thonë qytetarët. I bëra një pyetje drejt për drejt. Në 2004 duke vendosur parimin. Zoti Saliani, lutem, se e drejtoj unë emisionin. Në vitin 2004 të njëjtën gjë don një lëvizje për të ndryshuar Partinë Socialiste, ndërmori dhe një politikan racës, si Ilir Meta. Por
nuk e zgjodhi pasuesit e Nanos me të nxitur nga Nano, deri dhe në Këshillin Kombëtar nuk e zgjodhën. Ilir Metën dhe pasuesit e tij e detyrua që t'i ikte. Në qoftë se në vitin 2026 ju keni zgjedhjet dhe juve ju lën një ku e keni qendrën e banimit, aty ju lën një antar të thjesht Partisë Demokratike. Edhe aty në grup seksion mblidhin aty me plejt e lagjes dhe kaq ja u lën këtë rrezen e të bërit politik. Juve do vazhdoni të rini, do krijoni një fraksion apo do krijoni parti të re? Pyetje drejt për drejt, përgjigje drejt për drejt, lutem, dhe është pyetja e fundit që bëra. Ne jemi Partia Demokratike e Shqipërisë. Kush ka sakrifikuar, kush ka mbledh vota, ai është Partia Demokratike e Shqipërisë ose ajo është Partia Demokratike e Shqipërisë. Ne dhe unë do të jem në Partinë Demokratike e Shqipërisë. Dhe unë nuk kam edhe sot në hapësirën publike apo në takimet me njerëzit, nuk është se i kam për shkak se kam në një funksion. Se kryesi ju i dini se kanë kryesi, edhe nëse doni, t'ja u them edhe eq modestin, të shkojnë drejtuesit politike t'i mbledhin njerëzit. Në ato për masa që i dakoj unë. Kur është takimi i radhës? Për shkak se kam gjithë kohës. Që këtë javë. Që këtë javë do jemi prapë në takime, sepse fuqia e një politikani është marrëdhënia dhe mbështetja e njerëzve. Fryrja artificiale, fluska, edhe hilet nuk duhet të ecë. Do kërkoni rregulla loje për zgjedhjet e rregullat e lojës, regjistrin e antarësisë, se aty do mundet. E kanë kërkuar shumë, jo vetëm regjistrin e antarësisë. Në Partinë Demokratike po kërkojmë këtë gjë. Të ketë rregullat qarta për promovimin. Cilat janë këto rregulla? Për avancimin karrierë. Votimi, thotë zoti Berisha, kush voton dhe kush i numëron, do kërkoni që ndryshojnë këto. A u votu Hysén Kadi u doli i pare? U bë yrin list. A u votua Ilir Krosi, yrin list. A u votu... Po pse ku përcaktoi që po dole... që kush janë më të votuarit, kush mund të mbledh më shumë vota, duhet jetë në listë hapur. Ja po të them, po atëherë pse ai që është i pari mbetet në listë hapur, ai që është i dytë listë mbyllur? Cili është parimi? Është përzgjedhje kryetarit, është përzgjedhje kryetarit. Atëherë të saktojmë që kush bën listën këtë përgjithësim. Primaret ishin një nga tre kushtet. Primaret ishin një nga tre kushtet. Aktiviteti politik dhe puna me votën diasporës ishin tjera. Pse nuk është Iliri i Dibrës? Pse nuk është Elisabeta e Fjerit? Ta kishit ngritur zërin dhe atjere, se kur ju leverdis e ngrini zërin, kur nuk ju leverdis nuk e ngrini zërin. Duhet ishte ngritur zëri e të më përpare. Cilin nga këta më të votuari që nuk ishte në primare, se kjo është diskutim shumë i gjatë pastaj. E ngriti... Këto që ke letur ti, e ngriti zërin përpare se sa... Me qenë se jam këtu për balë jush, kam reagu me letër të hapur nga burgu të nesërmen e shpallës listave. Po këta që ishe në të votuarit, apo s'ka gjë, se kështu të sikretarit dhe kështu e të shqiptimet në këtë rast? Unë kam reaguar dhe atyre, me qenë se era fjalla se janë rekorde publike. Me letër nga burgu, e shkrova, po themi që nuk reagohet vetëm kur ke interesin për të reaguar. Reagohet gjithmonë për parimin, reagohet gjithmonë në çdo rast. Në parti, siç ka reaguar dhe kryetari i partisë, reagohet kur mendohet që shkelet një drejt. A kanë të drejt reagojnë këta njerëzit kur ju e shkelur një drejt? Patjetër, por të kishin reaguar dhe pak më parë. Në pranver do kemi kohë ta trasim sërish zotin Stalianit në vazhdim të dinamikës. Nuk më leti bëjan të gjitha pyetjet. Okej, ky ishte emisioni për sot, rishjemi të anën tjetër. Natën e mirë të gjithëve.